Rruga Rrëshën Përlat prej kohësh është një gjendje shumë të keqe. Ajo është plot me gropa, duke e bërë lëvizjen të vështirë për banorët dhe automjetet. Banorët shprehen të pakënaqur, duke theksuar se rruga vështirëson transportin e përditshëm dhe kërkojnë ndërhyrje sa më të shpejtë për sistemimin dhe asfaltimin e saj. Si ju duket kjo gjendje e rrugës? Po gjendja e rrugës tani sa materiale është hedhtu her pas here, sikur ta kishin edhe me kështu dikte dal bukur. Hekur, domethënë sa leku është hedhtu. Keni bërë ndonjë ankesë? Ankesat i bëjmë kështu spontane se si. Si mendoni se mund të rregullohet? Dhe nga kush? Mund të rregullohet me këtë rrugë ka qeveria qendrore, realisht. Se ka bashkia, diguri kështë bashkia, e ka mirëmbajt. Sa forcë ka bashkia. Pushteti qendror, Ministria Infrastrukturës, ku diun. Përse gjendja e kësaj rruge është kështu, dhe pse s'ka ndërhyrje? Atëherë kjo pyetje është për drejtorinë e rrugëve, drejtorinë e përgjithshme të rrugëve, e cila ka lënë këtë gjendje ka 12 ditë që lëm këtë gjendje. Ne kemi bërë protestë vitin e kaluar, edhe jo pa papsoja, edhe ato patën premtuar që do ndërhyjnë. Marrë vit kaluar në ndërhyjnë, edhe si vjet akoma kanë ndërhyr pjesme me shakull, por kjo është metodë afrikane, se në Shqipëri nuk ndodh që gropat në asfalt të mushen me shakull. Kjo është metodë edhe shqiptare, edhe afrikane. Po më që ata edhe kështu e parënim na, po paktën bota e kalueshme, ne përdrushet automjeteve, gjithë përdrushet automjeteve kanë harxhu miliona lekë për riparim automjeteve, edhe kanë pagu taksa, shakullime, taksa përdorimi të rrugës, edhe rruga shifri në qartë gjenjash. Edhe me gjithë premtimin që na kanë bërë, prap vazhdojmë një situatë. Kemi bëjnë protestë vit, po më sa duket prap një protestë tjetër, megjithëse kjo shqivëria e shurdhër, nuk merr vesh fare nga protestat, do protestë në më të forta se sa paqësore. Kjo është historia e kësaj. Urojmë që vërtet të shkojnë në vesh të duhur të edhe të riparohet rruga. Për këta banorë, tu nuk ka vetëm çështja e banorëve të Kthellës, tu janë banorët e Kthellës, të Selitës, të Lurës dhe të Urakës dhe të Burrelit. Pra rruga rajonale, nuk ka rrugë fshati apo rrugë e thjeshtë. Ka mendime keni për këtë rrugë të prishur? Për zotin ka vite me radhë që këtë rrugë sa të bie shi, sa herë bie shi këtu. Gjithmonë këtu veç groposet më shumë më poshtë. Këto nuk e kanë e riparojnë, ma levërdi për ditë bie shi, bin zhavor, hidh zhavor dhe bie lumi, prap hik poshtë. Edhe kanalin të shikoj kanalin që e kanë myll. Duke hedhë zhavor e kanë myll kanalin e ujit dhe po të hedhësh pak ma pola aty janë gropat që kam ngel një ditë në zhavor kam ngel aty. Kam ngel një ditë se gropa madhe edhe shumë. Keni bërë ndonjë ankesë? S'kina ku t'ankona, s'ke ku ankosë, këtu është. Bashkia se ka, se këte e kanë shu rrugën e Rrëshenjtë, ka marrë një firme Borrelit, një firme e Motit, dhe ajo firma nuk vetëm veprani nga Borrelit, se këne ka një jo. Për Rrëshenjtë, derim në ke ajo rruga Motit që shkona ne, nuk vepro kush, shumë pak. S'ka punëtor, ka qenë një punëtor, dhe ata kanë heqë, në fshatjet. Kena ngell, që të bëjmë? S'kemi që bëjmë në përsotë në vishë. Kanë me të shkollës, me zi shkojnë hop, apo sen të lodhën për bukë që si bëjnë. Kanë uri. Si ju duket kjo gjendje e rrugës? Rruga shumë e mirë. Kjo është rrugë për hajvan. Edhe gjithë ne që kalim të jemi hajvan. Edhe intelektual të kemi gjithë hajvan. Keni bërë ankesa në ndoku? Po s'kemi, ne kemi intelektual që na përcjellin mendimin, ne jemi punëtor. Punëtorët e me punu, unë punoj tokën, bëj punë tjera, rrugën se bëj dot. As nuk përcjell dot zanin matan, e përcjellin mediat intelektual që ka mirdita që nuk i ka. Si ju duket rruga këtu? Ma kesh nuk ka. Jesin makinat mërshate. Kam ardhe, kam hjekuna, kam ata bon, kam kalu ujt, e shesja kanalin, se pastrojnë mëj. Unë të kem qenë e fort, e kisha pastro verë kanalin. E kam marrë, kam heke shu zhavor atë më gjropët. Shë me bon? Ju thash makinave, boni protest, mos shprishi makinat e tuja. Shë ashtu, shenë të bon. I rehishin not vita, më shë gjim gjropët dritë qaj shpejtë uj. Shë ke me bon? Unë sunë e pastroj nejta një, 2 ditë kam nejra atë që e kam marrë dhe kam pastru shate. Thonë, shë tu deshtë me shku, po e pas se ra ujtë në armër. Në prijarës atëre jina unë të pastru. Kam marrë dhere shate, kam marrë dhe kam pastru se të kaluje ujtë tek sa. Po do pastru kanali, ka djali kunati tem,
ka hargju një 5 milioni ka hargju shqun, këtu e dera që me punëtore, me shemende se ta hap kitë kanalin. E ne ja kishin mosh me zhavar. Erdha unë atëre husha që gje pak, po husha që unë, sa husha unë, qa ke me bon? Ska shtetë sëtë ojte. Se unë nuk e di kështu më kitë fe, ka qënë koha partisë punës, kanë pa prej therrat, kanë ardhi kanë prej shtash ka 2 javë, kanë ardhe prej therrat e pastroshin kanalin e bonshin punë. Tash nuk pëtë kusha, qarë firme e ka marrë, unë nuk e di. Unë kemë të gjoj firmën, pa ma në telefon nuk isha nej. Me marrë një në telefon, atë kretarin e firmës, a di gjanë se kusha taj. Shatë thush ma para.